Netanyahu është i njëjtë me Hitlerin e gjithashtu edhe në të ardhmen do ta pret një fat i tillë i njëjtë me atë të Hitlerit. Kështu është deklaruar presidenti turk Recep Tayyip Erdogan për Netanyahu dhe aksionet e tij në Izrael, ndërsa s'është ky një deklarim siç jemi mësuar ndër vite të shohim nga Erdogani, apo gjërat po marrin çështje dhe kohje pak më serioze. Këtë çështje diskutojmë me dy miqtan, njëri gjendet në Europë e tjetri gjendet në Turqi. Nga Turqia na lajmërohet Sokol Braj, miku jon, të cilën e përshëndes shumë, zotri Braj, kënaqësi të jemi së bashku. Përshëndetje gjithashtu Kron. Ndërsa nga Zvicra na bashkohet sot Arber Gashi. Arber, kënaqësi të jesh me ne. Përshëndetje Kron, përshëndetje shiqusve të Klan Kosovës. Arber, po e filloj kështu me juve këtë bisedë, kush do e ndal Netanyahun, apo i kalon të gjithë kufit, edhe ata të pa imagjinueshmit? Fatkeqësia e gjithë kësaj që po ndodh në lindjen e afërt është se po realizohet ëndra e Hamasit për zgjidhjen e konfliktit me mjete ushtarake. Pra zgjidhjen me mjete ushtarake të këtij konflikti e ka dëshiruar Hamasi. Sot Hamasi po pëson disfat të jashtëzakonshme dhe me këtë disfat po e merr në qafë edhe popullin e vet. Kjo është fatkeqësi për popullin palestinez, megjithatë nuk do të ketë besoj oferta tani më sikur që ka pas oferta në kohën e Ehud Olmert ose në kohën e Ariel Sharonit, i cili u tërhoq tërësisht nga Gaza me gjithë ushtrinë e tij dhe me gjithë ata kolonistë që kishte aty dhe i cili filloi një farë procesi të tërheqjes së kolonistëve edhe nga bregu perëndimor. Unë realisht duke pa atë fatkeqësinë e madhe të cilën e kemi paralajmëruar në 2023, do të thotë në ditën kur ndodhi sulmi në Izrael, sepse ai sulm ndodhi në një të shtunë, shtuna është një ditë e shajt për gjithë hebrejtë siç e dimë, dhe ata u gjendën vërtet në befasi të madhe, sepse normalisht në një ditë të shtunë izraelitët nuk mirën me media, nuk lëshojnë televizion, nuk ishin totalisht në befasi. I zuri ai sulmi i Hamasit dhe urrejtja është aq e madhe tani sa që nuk jam duke pa zgjidhje tjetër përpos një zgjidhje ushtarake të këtij konflikti. Dhe kur një herë, sikur sot, Hamasi nuk e ka pas rastin edhe bota islame me ju përgjigj Izraelit. Nëse e kanë guximin, Izraeli është aty dhe është duke i pritur për ta zgjedhur këtë konflikt. Izraeli është duke i pritur apo është duke shkuar, zotri Gashi? Dhe çështja tjetër, besoni ende se ka Hamas brenda Gazës? Hamasi brenda Gazës i ka fituar zgjedhjet e lira në 2005 edhe në 2007 e ka larguar përfundimisht Fatahun. Populli i Gazës e ka zgjedhur me vetë dëshirë Hamasin në kohën kur janë kriju shtetet e reja që kanë pas përkatësi islame, nëse më lejon ta them edhe këtë, edhe Kosova është kriju në atë kohë, është njoft si shtet. Edhe palestinezëve ju është ofruar një mundësi që ata ta kenë një shtet vetin, zgjedhjet demokratike, çdo gjë tjetër, dhe ju është thonë në mënyrë eksplicite, ju keni rast ta keni një pushtet dhe ta dëshmoni se dini të krijoni shoqëri civile dhe një shtet i cili nuk është shtet diktatorial. Kriju një shtet diktatorial brenda asaj hapësire që ka zotruar deri më tash, edhe në vitin 2023 filloi fundi i një politike e cila siç duket më së shumti do t'i kushtoj vetë popullit palestinez. Por pyetja e dytë është se besoni se Hamasi gjendet ende brenda Gazës, ka trupa? Unë besoj se Hamasi gjendet brenda Gazës, edhe besoj që Izraeli vërtet e ka një barë tronë, sepse krimet po ndodhin, fëmijët po vritet, popullsia civile po vritet. Këtë përgjegjësi Izraelit s'mundet m'ia hiq askush. Megjithatë, ka pas tjetër rrugdalje, unë këtë nuk po e shoh, për arsye se Hamasi kur njëherë në ekzistencën e tij nuk ka hiq dorë prej luftës armatosur, dhe lufta armatosur sa më shumë që e kërkon, aq më shumë përgjigjen. E qartë, doja të kaloj tek zotri Braj. Zotri Braj, nëse e shohim, kemi edhe disa dokumentar të Hamasit ku tregohet për tmerrin që familjet palestineze e kanë përjetuar gjatë kohës së mbizotrimit të Hamasit aty. Pra, besoj se i keni parë dhe e dini se për çfarë po flas. Por, çështja që më intereson sot është, ka ende Hamas brenda Gazës apo Izraeli po Më dëgjoni, zotri Braj? Mirë, zotri Braj nuk e di nëse më dëgjon për momentin, në momentin që ai na dëgjon.
E po shumë mirë, zotri Braj, më interesant të di një pyetje të thjeshtë. Ka ende Hamas brenda Gazës apo Izraeli po i përdor këto pretendime për ta pushtuar komplet Gazën? Jo, në Gaza nuk ka më Hamas, jo ditët e sotme, por nuk ka më Hamas pas 3 javë që pas sulmit që bërë, sulmit terrorist që bërë Hamasi kundra Izraelit, pra me 7 tetor, atëherë për 2 javë ka eliminuar totalisht Izraeli, por Izraeli ka qëllimet me të merruar gjithë botën duke bërë gjenocide, ku tashmë të dhënat zyrtare të Kombeve të Bashkuara janë që ky është një gjenocid, spastrim etnik, dhe në këtë aspekt janë pretekstet e kota, dhe më thonë ku ka Hamas ma në Gaza, ku është Hamasi, ku ja arrin Izraelit të shkojë të vrasi në Doha, në gjitha vendet e botës, vetëm në Gaza s'pas ka mujtë në vrasë deri tani. Dhe më thonë këta janë prallat e Izraelit për të legalizuar, për të gjetë dhe më thonë një sebeb, joja për këtë të merë, për këtë barbarizm, për këtë pas kasapane, që përban që ka ndodhur për herë të parë në jetën e njerëzimit, faktën çfarë të shkruajtur të 4-5.000 vite, dhe këtë po ja arrin ta bëjë Izraeli, por tashmë e gjithë bota është avash është kundra tyre, ku Kombet e Bashkuara pranuan që është genocid. Bashkimi Evropian, që qytetërimi Evropian i sotshëm është në klasat më të larta të njerëzimit, por gjithsesi duhet ditur që këto Evropian, domethënë në raste të tilla din të hanë të gjalla që është, dhe tash do të kemi edhe një luftë Europë-Amerikë për këtë gjenocid që po bëjnë hebrejt e Izraelit me emër të fesë të tyre, pavarësisht se unë nuk e quaj për fe fare. Domethënë janë disa katila atje, domethënë disa njerëz që bëjnë çdo gjë pa asnjë lloj limitit. Për e turpshme, ajo që është më e turpshme krone është që ato që i shpëtuan gjenocidit, një gjenocid më barbare në botë, ne bëhet tashmë gjenocidin më barbar, më kriminal në botë. Kjo është e turpshme për të gjithë njerëzit. Pra domethënë këtu nuk mund të themi jo është ajo sebeb, jo është ky sebeb. Por është edhe turpshme ta luash rolin në shpëtimtarit, sikur që ka bërë dikush. Dhe tani është çështja sikur ai bariu i cili po ankoi se delet po ja hante ujku. Kur erdhi ujku për një me, askush nuk e merrte seriozisht. Do ta marrim seriozisht Erdoganin kësaj here? Për Erdoganin, në fakt fjalimet e Erdoganit janë retorik jo e sotshme, por ka 2 vjet biles ka dhe me dekada më radhë. Jo rasisht e bëra atë paralele me ato batuta derisa erdha tek Erdogani, sepse na ka lodhur duke folur për Gazën sa është vetë keq. Janë retorik e Erdoganit, sepse Erdogani është antar i NATO-s, pra Erdogani nuk ndihmon këtë gjenocid, për të paktën flet kundra genocidit. Jo, nuk e ndihmon këtë genocid, domethënë nuk e sponsorizon këtë genocid si shumë vende të Europës dhe Amerika, por është kundra këtij dhe këtu shprehet, por nëse i referohemi të gjithë kësaj situate 2 vjeçare që tash pas 2 javë bëhen 2 vjet plotësisht, edhe gjithë Europa ngadalë po kalon në krah të Erdoganit. Pra, me sa duket edhe Erdogani ka një strategji që të arriti ta zëjë në bat, domethënë qeverinë e Netanyahut me gjithë elitat e tij, ku me të vërtetë që inteligjencët e Europës në raporte që të paktën dalin hapta, se normalisht ne vetëm ato çfarë dalin hapta mund të lexojmë, duket që do të kemi probleme shumë të mëdha këtë vjesht me Izraeli dhe Europa, ku tashmë Karaja tha edhe dje dhe sot, se po ashtu edhe Europa do të marrë vendime për sanksione kundra qeverisë ashtu, dhe është shumë interesante që ata përjashtuan mundësinë ndaj hebrejve, pra ndaj çifutëve, po thanë vetëm për gjoja, për qeverinë e Benjamin Netanyahu dhe Benjamin Netanyahu, por në fakt këtë metodë ka ndjek praktikisht edhe Benjamin Netanyahu. Nuk jam kundra për muslimanëve, por ka vrarë mija musliman. Tash mund të kthehet edhe Europa në të njëjtën thënie të Netanyahut, ku këtu normalisht që Erdogani të paktën në retorikën e tij romantike, duke që ka të drejtë, sepse atje po bëhen shfarosje njerëzore, po bëhen krimet kundra njerëzimit më të mëdha që ka pa ndonjëherë historia, dhe kjo është turpi i njerëzimit. Por nuk kupton asnjë zgjidhje. Pra po e them, hipokrizia më e madhe është kur nuk është ofruar asnjëherë asnjë zgjidhje. Dua të më tregoj. E keni fjalën nga Turqia në këtë rast? As nga Turqia, nga asnjë vend islam. Unë po të them, me fakte, Izraeli është tërheq nga Sinai. Edhe i ka thënë Jo, jeni totalisht gabim, zotrim. Izraeli ka shku deri në Katar, deri në Doha, deri në
Këto janë pralla, por këto janë pralla Deutsche Welles, po Deutsche Welles braj. Ende ju me propagandë si me qenë i biri Hitler. Të lutem ne po analizojmë një gjë, një çështje që në vërtet po bëhen krime kundra njerëzimit dhe ti përkrah ato, do të thotë që Izraeli ka të drejtë. Të lutem po flasim të analizojmë gjë sepse nuk Zotri Gashi, e dëgjojmë zotri Braj sepse po kemi kakofoni. Zotri Gashi. Unë po jap faktet. Po të jap faktet. Izraeli është tërhequr nga Sinai. Izraeli është jo, e ke totalisht gabim. E ke totalisht gabim. Ke gabim, çfarë kam gabim? 2005 është tërhequr. Izraeli sot është deri në Damas, deri në ashtu, dhe si gjithë kodrat e Mirë, zotri Braj, jo, zotri Braj, kështu nuk e zgjidhim. Zotri Braj, të lutem, regjia, zotri Braj dhe zotri Gashi. Përket astyas mu jemi thjesht të analizojmë për të informuar opinionin shqiptar në një ndër televizionet më të shikuar dhe më të nderuar të kombit shqiptar. Vetëm të informojmë Zotri Braj, sepse kam një pyetje për zotri Gashi. Po bëjmë, ti mos profesor, Izraeli është e heq. Çfarë është e heq Izraeli duke vrarë fëmijë? Ka vrarë mbi 15.000 nëna 7 zona, mbi 18.000 dhe bile raportet e Kombit të Bashkuar të vjeshme janë që mbi 250.000. Zotri Braj dhe zotri Gashi, ju lutem sepse jemi duke shkaktuar kakofoni dhe besoni se cila fjalë që e keni thënë deri në këto momente ju ka shkuar poshtë, sepse nuk ju ka dëgjuar askush, sepse ishte duke folur dytë në të njëjtën kohë. Dhe pyetja ime është shumë konkrete për juve, kam një pyetje zotri Gashi, pastaj do kaloj tek zotri Braj. Zotri Gashi, ju thoni se ka Hamas brenda Gazës. Dhe këtu le të themi se pajtohemi. Mirë atëherë, po çfarë ishte sulmi në Katar, në qoftë se pas ka Hamas brenda Gazës, pse Izraeli detyrohet ta godas Katarin? Ja tregoj pse, sepse Hamasi ka qenë organizat arab, e mbështetur nga shtetet arabe, të cilat e kanë mbështetur luftën armatosur kundër Izraelit. Për ndryshe Izraeli s'do të kishte intervenuar në Iran. Ne e dim që themelimi i Hamasit edhe në daljen e tij të parë publike kur I ka fituar zgjedhjet me të parë që ka qenë. Pra, zotri Gashi, hipotetikisht në qoftë se Izraeli nesër e sulmon edhe Kosovën dhe thot ka Hamas aty brenda, jo legjitimoni, thuni po ka Hamas aty. Nëse ti ka Hamas brenda Kosovës, nëse ki Hamas brenda Kosovës sulmon dikush, duhet me e prit. Ti je shtet sot, po mirë, atëri bie si pasoj që po thoni që krejt bota që ka Hamas, sepse u sulmua Libani, u sulmua Siria, u sulmua Katari, u sulmua Gaza, do të thot krejt këto janë me Hamas? Unë po të tregoj një, çiftin e Radojčićit, ata që kanë bërë masakra në Drenicë, po ta kisha forcën e Netanyahu, ata nuk do të flenin qërë. Po, por a është Hamasi si Radojčići si pas jush? E njëjta gjë. E njëjta gjë. E qartë, mirë, nuk kam do një kundërshtim. Du të tregoj diçka, shumë thjesht.